Venezuela ka pak gjasa të shënojë ndonjë rritje domethënëse të prodhimit të naftës për vite me radhë, edhe nëse gjigantët amerikanë të energjisë do të investonin miliarda dollarë të premtuara nga Donald Trumpi. Megjithëse vendi i Amerikës Latine zotëron rezervat më të mëdha të provuara të naftës në botë, prodhimi ka rënë ndjeshëm gjatë dekadave të fundit për shkak të keq menaxhimit, mungesës së investimeve dhe largimit të kompanive të huaja pas nacionalizimit të industrisë së naftës në vitet 2000. Ky proces përfshiu edhe konfiskimin e aseteve të kompanive të mëdha si ExxonMobil dhe ConocoPhillips, duke shkatëruar besimin e investitorëve ndërkombëtar. Venezuela matters not that much in the short term, it could matter a lot in the longer term. Në afat të shkurtër Venezuela nuk ka shumë peshë, por në afat të gjatë ajo mund të ketë një rëndësi shumë të madhe. Në planin e afat të shkurtër ndikimi do të vinte kryesisht nga ridrejtimi i eksporteve të naftës venezuelane. Kjo do të thotë që nafta që sot shkon kryesisht në tregun e zi në Kinë do të ridrejtohej në masë të madhe drejt Shteteve të Bashkuara. SBA ka një kapacitet shumë të madh rafinimi në bregun e Gjirit, i cili është i përshtatur për përpunimin e naftës së rënd, pikërisht lloji naftës që prodhon Venezuela. Para vendosjes së sanksioneve amerikane në vitin 2019, Venezuela eksportonte rreth gjysmë milioni fuqi nafte në ditë drejt SBA-s. Sot, fal licencës së Chevronit, eksporton vetëm rreth 140.000 fuqi në ditë. Në këto kushte pritet që të paktën gjysmë milioni fuqi në ditë, ndoshta pothuajse e gjithë nafta venezuelane për eksport të përfundojë në tregun amerikan. Kompanitë që mund të shfaqin interes për të investuar në Venezuelë përballen me sfida serioze, pa siguri fizike, infrastrukturë të degraduar, pa qartësi mbi ligjshmërinë e operacionit amerikan për kapjen e Maduros, si dhe rrezikun e një paqëndrueshmërie politike afatgjatë. Për më tepër, Venezuela do duhet të ndryshojë legjislacionin e saj për të lejuar një përfshirje më të madhe të kompanive të huaja të naftës. Industria u nacionalizua fillimisht në vitet 70 dhe në vitet 2000, u detyrua të kalonte në sipërmarrje të përbashkëta, të kontrolluara nga kompania shtetërore PDVSA. Shumica e kompanive, përfshirë Chevronin, pranuan të largoheshin ose të negocionin marrëveshje të reja, ndërsa të tjerat ju drejtuan arbitrazhit ndërkombëtar. Venezuela has tons of oil. It's in a category of itself. Perhaps the only other... Venezuela ka sasi të jashtëzakonshme nafte, është në një kategori më vete. Ndoshta i vetmi vend i krahasueshëm është Kanadaja. Këto janë rezerva gjigante, të ngjashme për nga madhësia me ato të lindjes së mesme në Gjirin Persik. Dallimi është se Gjiri Persik ka naftë të lehtë, produktivitet shumë më të lartë, përpusë dhe kosto shumë më të ulët se Venezuela. Megjithatë, kostoja e prodhimit në Venezuelë mbetet konkurruese, më e ulët se në SBA apo Kanada. Kjo do të thotë se nëse Venezuela arrin të ulë rreziqet mbi tokë, rreziqet politike dhe pasigurinë për investitorët, investimi është padyshim fitimprurës dhe këto rezerva mund të zhvillohen. Që Venezuela të rikthehet në nivelet më të larta të prodhimit të skaluarës, do të nevojiteshin rreth 100 miliard dollar investime dhe një periudhë prej 8 deri në 10 vjetësh. Kjo do të kërkonte që shumë kushte të përputhen njëkohësisht. Stabilitet politik, një kuadër institucional të besueshëm, marrëdhënie të mira dhe të qëndrueshme mes Venezuelës dhe Shteteve të Bashkuara, të gjitha këto për momentin janë pikpyetje shumë të mëdha. So all those things are big ifs at this point. Sipas Francisco Monaldi, drejtori i programit të energjisë për Amerikën Latine në Institutin Baker të Universitetit Rice, Chevron është kompania amerikane që mund të përfitojë më së shumti nga një hapje e mundshme e sektorit të naftës në Venezuelë. Kompanitë e tjera amerikane do të presin sinjale të qarta stabiliteti politik dhe një kuadër kontraktual të besueshëm para se të investojnë. Ndërkohë, kompania spanjolle Repsol mban aksione në disa fusha nafte dhe gazi, toksore dhe detare, që i operon në partneritet me kompaninë italiane Eni. Në mars të vitit 2025, Shtetet e Bashkuara i revokuan Repsolit licencën për të operuar në Venezuelë. Sipas një marrëveshje të mëparshme, Repsol merrte naftë nga PDVSA si shlyerje borxhi. Kompania ka deklaruar se Venezuela i detyrohet 586 milion euro. Në afat të shkurtër do të jetë relativisht e lehtë të sigurohen dy lloje investimesh.
E para është investimi i Chevronit, sepse Chevron është tashmë në terren, operon fusha ekzistuese dhe ka kontrata afatgjata. Ata po riinvestojnë një pjesë të fluksit të paras që gjenerojnë nga këto fusha, çka e bën rrezikun shumë më të ulët krahasuar me një kompani të re që hyn në treg. Dy kompani europiane janë në një pozicion të ngjashëm. Nëse SBA-ja u lejon të veprojnë ashtu si Chevronin, edhe unë pres që kjo të ndodh, Repsol dhe Maurel & Prom do të jenë në gjendje të rrisin prodhimin relativisht shpejt. Së fundi janë dhe kontratat për fusha ekzistuese që janë në rënje. Këto mund të tërheqin kompani të vogla amerikane, kanadeze apo europiane. Janë fusha që aktualisht menaxhohen nga kompania shtetërore dhe janë shfrytzuar deri në raskapitje. Infrastruktura ekziston, por kërkohet shpim i ri dhe menaxhim efikas për të nxjerrë naftë nga fusha që janë në rënje të fortë prodhimi. Existing fields that are in decline, that this will bring like small American companies. Çdo skenari më këmbje zhvillohet mbi një sfond të zymt ekonomik. Ekonomia venezueliane u tkur ndjeshëm pas vitit 2013, kur prodhimi i naftës ra në mënyrë drastike, inflacioni doli jashtë kontrollit dhe varfëria u rrit ndjeshëm. Edhe pse prodhimi është stabilizuar pjesërisht, çmimet e ulta globale të naftës dhe zbritjet e detyruara për naftën venezueliane kufizojnë të ardhurat, duke e bërë pothuajse të pamundur shlyerjen e borxheve pa një ristrukturim të thellë. Situata është përkeqësuar edhe më tej nga bllokada e fundit amerikane ndaj cisternave që transportonin naftë të sanksionuar. Ndryshe nga shumë vende të tjera, Venezuela ka pasur një infrastrukturë masive për sektorin e naftës. Vetëm 10 vite më parë, ky vend prodhonte mbi 2 milion fuqi nafte në ditë, 2/5 e prodhimit aktual. Kjo do të thotë se ekziston ende shumë infrastrukturë rezervë, por njëkohësisht kjo infrastrukturë është degraduar rënd. Shpesh thuhet se ka mira puse nafte të mbyllura që mund të rikthehen lehtësisht në punë, por kjo nuk është gjithmonë e qartë, sepse shumë prej tyre janë braktisur dhe nuk janë mirëmbajtur. Fatkeqësisht, për shkak të kolapsit ekonomik, pati edhe vjedhje masive të infrastrukturës. Punonjësit e sektorit të naftës nuk paguheshin dhe shumë pajisje u vodhën. Ndonjëherë vlera e pajisjes së vjedhur është e vogël, por kostoja për ta riparuar dëmet më pas është shumë fish më e lartë, sepse shkatërrohet e gjithë struktura dhe kjo ndikon drejt për drejt në potencialin e ardhshëm të prodhimit. Trump ka deklaruar se kompanitë amerikane të naftës janë të gatshme të përballen me sfidën e rikthimit të prodhimit në Venezuelë, por pa dhënë fate apo detaje konkrete. Aktualisht Chevron mbetet e vetmja kompani e madhe amerikane që operon në fushat e naftës venezueliane. Venezuela, një nga anëtarët themeluese të OPEC-ut, prodhonte deri në 3.5 milion fuqi naftë në ditë në vitet 70, mbi 7% të prodhimit global. Sot prodhimi ka rënë rreth 1.1 milion fuqi në ditë, vetëm 1% e prodhimit botror. Një fitore e shpejtë për administratën Trump do të ishte rikthimi i rrjedhjes së naftës venezueliane drejt gjirit të Meksikës në përfitim të rafinerive amerikane si i Valero, por aktualisht sinjalet tregojnë të kundërtën. Bllokada po e mbyt edhe më tej industrinë, që dikur ishte shtylla e ekonomisë venezueliane.